Hello, përshëndetje. Si po ja kalon? Unë mirë, faleminderit që pyet. Unë mirë, po shumë vap, shumë vap. Do të thënë nuk jemi halan qershore dhe e di që gjithë po ankohen. Me të vërtetë deshtëm verën, po ndoshta jo kaq herët. Falenderojmë kondicionerat sepse jo unë. A di se ka i herë menoj që nëse torturohem unë prej vapës nuk ka problem, ama macet e mia e vujnë shumë. Nuk e di, m'jam tha edhe syt, jam të pas vështirësi me majt lente, po me majt syze këtu më prishet make-upi prej vapës. Zero besime vepru, qa me po kam ba pak make-up, nuk e kam tepru shumë sepse është aq vap sa që do shkryhej. Por hala mungon një pjesë e rëndësishme make-upit, lip combo. Si do qoftë lip combo ja nuk mund të mungoje, pa lip combo nuk shkoj dot kun. Nuk e imagjinoj do të thënë t'jem e lyme edhe mos t'kem lip combon. Se e plotëson krejt lukun. Do iki me lisën në një pasticeri afër shtëpisë saj, që do ham në akullore në kështu. Është me të vërtet shumë vap. Edhe plus bad news, nuk më funksionon kondicioneri i makinës. Jam e sigurt që nuk e ka për rimbushje se duhet mbush, po çka ka nuk e di, të shtunën ka mundësi ta shofi pak daja im edhe ndoshta nëse mund të kuptoje se mos ka ndaj sensore në diçka që as vet nuk e di. Ndryshe do flas me një mekanik edhe të provoj të shkoj jo javën tjetër, po javën tjetër. Se javën tjetër kam plane. Tani do takoj me Lisën rreth orës 2:30, po do ulem pak të shtrihem të pushoj se më ka kap cervikale. Ky L'Oreal 3 second setting mist. Kjo është combo setting spray që përdor unë. Ky nga One Size, sa e bukur kjo roz me të kuqe. Edhe ky i kuq, gjitha kombinohen. One Size Powder Melt Glass Setting Spray. Këtë e adhuroj, por nuk mjafton, okay? Duhet me i hedh pak sipër nga kjo, e di pse nuk mjafton, sepse kjo i bën gjitha pudrat që të bashkohen edhe të duken bukur bashk, por tamam pastaj për me ngjit në lëkurë, kjo L'Oreal Infallible 3 second setting mist. Këto dyja bashk, super. Ama, po marron, kështu që ka mundësi tikit e sefra nesër me e marr. Në çan pak zemra dhe portofoli se kushton 35 euro. Edhe a di si është puna, kur marrojnë senet, marrojnë pothuajse gjitha bashk, sepse shife sa më ka ngel. Edhe nga pudra, që nuk është pak fare, po shumë nuk është, nga pudra e Huda Beauty, unë përdor gjithmonë Cherry Blossom Cake, si ngjyrë. A thu me provu me ndru ngjyrë? Nuk e di. Kam ble këtë kremin në Amazon, Barbaria, Exotic Bronze, sepse do më duhet javën tjetër. Edhe pak e kam provu, dje jam shtri në balkon, duke menu që hajt po rri pak në diell, e provova, ama ishte shumë vap, nuk rrihet e robë në balkon. Duket shumë e mirë si krem për nxirje, po problemi është që nuk u rrit në balkon. Do të thënë për me marr diell, për me marrë reze, duhet me ik dikush që të ketë në pishinë, në plazh, në det, në liçen, në lum, sepse nuk rrihet. Do të thënë trish në balkon aty, duke u djeg, po e di si më shkonte, do të thënë djersa, që no. Edhe sot u lava para një ore, para dreke u lava e krejt në rregull anë e këtej, kondicionerin e jes gjithmonë, thava flokët, po çfarë më bë se nuk rri, do të thënë gjatë ditës, tani pasaj dola në balkon me ujit lulet, edhe nuk rrihet, i kapa flokët tashnosh. Gjatë verës kështu do jetë. Në gjatë ditës flokët e kapme, në darkë flokët e lshrume. Zakonisht nuk jam fan se deodorantave që janë roll, ama ky nga Klinik është shumë i mirë. Më ka pëlqyer në ekstrem, sepse thjesht nuk ka aromë. Do të thënë, nuk e di, unë ja adhuroj, unë më pëlqejnë deodorantat me aromë, por nganjëherë përzihen me parfumin, no, edhe nuk është më pëlqen shumë. Ky s'ka aromë. Deodorant, do të thënë që nuk lën që të djersisësh, se ti do djersitesh, por që mos kesh erë. Edhe parfumi që do përdor, nuk e di nëse ka stin të duhur për këtë parfum, po për mua është perfekt gjithmonë. Interdi Givenchy, ky versioni i kuq. Nuk e mendova se do më pëlqente ka shumë, po më pëlqen. Ne shkuam te pasticëria, po pasticëria ishte myll. Edhe kishte orarin si në Google, si jashta që ishte hapt. Edhe i Razziles, po nuk e hapi kush, nuk u përgjigj kush, nejse tash po ikim në kam, se na ka lënë pak menja. Në pikë të vapës, në rreg, duke ik raket të një tjetër që supozohet të jetë një 6 minuta larg, me kam se makinë ishte 2 minuta, po sa lëvizish makinën, e gjesh parkime, mus më bë kondicioneri. Mekanik prap. Betohem. Edhe ishte të më tregu Lisa për një vajzë, një gru që shet këtu ushqime shqiptare, po harrova me tanë, a e ke pas story që ka hedh në WhatsApp, a ja ke numrin ti? Edhe kishte hedh një story që i kishin ardhur kumlla. E ke pas storin, edhe story kishte shkruajt, gjithë të më pyet se sa kushtojnë kumllat, nëse doni me më pyet se sa kushtojnë, as mos u lodhni me i ble, bla 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 bla, do të thënë ishte nervozuar story se njerëzit e pyesin sa kushtojnë kumllat, no, ti duhesh më shkruaj me i ble pa pyet për çmim as sen. E ka këtë, edhe kur nuk i tregon çmimet. Po s'është, edhe kur he video kështu se s'është në rregull. Nëse jemi harxoj marr hap. Mi marr frappe, unë kam marrë me familje, ti më çaj marr në çola? Me lajtia. Edhe një ujë natyral. Mora me lajtia se këta. Si dhe të shefam mos e në supozohet që ishte bajame, emrin?
Emri i Lisës supozoj të ishte Bajame. E kështu që tash për me honoru, me si që për me nderu këtë gjë, ka marrë frape me shije Bajame. Lajtie. Ma che poi infatti është lejtie. Però fa niente janë... Ah, janë të njëjtës familje, po, janë të njëjtës familje fidanzata. Esatto, fidanzata, bravo. Se però io voglio. Amicia di... My baby! Është vape? Është vape? Shi si rrinë ky princi jem. Jemi të bëmë simet. Limpione! Bonito! È stato divertente, giuro! Sofia, dillo. Pom, them, kyçi. Kyçi, i dorës. Pom, them, kyçi, i dorës. Pom, them, kyçi, i dorës. Vea! Wait. Pom, them, kyçi, i dorës. Cucidoras. Ok, dillo tutto. From them cucidoras. Ok. Who is this particular diva? Erdha te shtëpia, se isha te Sofia edhe hanga dark me Sofian. Bab e papa me shqyr për kondicionerat, hem jush. Ha drit, dove me janë dje? O zot, që bukur. Se një ma i preferum kur vinë shpi, se në fakt nuk erdhe në shpi direkt, se bëna 10.000 hapa, se kemi bë një kështu një bast me Janica, që me duhet me bot pak të 10.000 hapa në ditë. Edhe, ai si bon do qërasi tjetrin me drek me darku që tjetë. Kërë që desh me bo edhe 10.000 hapat e mi, e tash po shoh Jerry Scotti, se një mi preferum. Që unë fakt të nëjë si jam e aftë, duhet me ikë të kjo loja. Me fitura i lek. Një ndër pyetje që më vjen më shpesh, është si e kam rregullu fytyrën nga aknet. Edhe në fakt, nuk e kam rregullu 100%, po tani do të tregoj rutinën time që më ka ndihmu shumë. Okay? Po, first step, me la durët. Se sa erdha në shtëpi kam qenë jashta. Edhe kështu që duhet me la mirë. Ky step s'ka lidhje, po duhet me heq lentet e syve, se jam pak qarë. Njerëzit thonë si heq lentet, ja kaq thjesht është. Hapi pari krejt rutinës është aqua micellare ky, që heq make-upin, është ky i verdhi bifaze, që ka edhe vaj, edhe përdor një disk, edhe me këtë heq shumicën e make-upit. Se isha duke harru një hap kryesor që janë këto që të mos hulloja ujë gjithanej. Next është ky light cleansing oil nga Skin 1004. Se kam menu ndonjëherë që kjo doppia detersione o kom që mund të quaj double cleanse, do më kishte pëlqyer ndonjëherë, do kisha pas ndonjëherë durim me u marr me te, që në fakt për mua është triple cleanse, sepse edhe pastroj fytyrën para me atë Garnier, pastaj me këtë, edhe mos u bë marrë që fytyra ime bëhet e kuqe direkt sa të aplikoj një produkt, po e kam fytyrën shumë të ndjeshme. Nuk e thaj fytyrën, po kaloj direkt te ky ampull, që është i double cleanse-it, gjithmonë nga njëjta markë Skin 1004 kaq, kështu që me durët e lagta edhe fytyrën e lagme, pastroj me këtë. Peshqir të lam. Peshqirin e ndroj çdo 2 ditë, se tani me thënë se e ndroj çdo ditë, i shtren. Duhet me e tha lëkurën super mirë për hapin e parë të skincare-it. Paula's Choice 2% BHA, që atë ishin ka shkruajtme, nuk ka sen më të mirë për me bë kështu exfoliation, edhe ndihmon shumë me pore që mund të jenë të zgjerume, ndihmon ekstrem shumë. Edhe e shtyp kështu. Darkave skincare jo shumë i thjesht, prap nga e njëjta mark, Skin 1004, Centella Titrika, Relief Ampullë. Gjitha këto janë shumë të mira kur e ke lëkurën pak të acarume, pak me akne. Nuk e fërkoj, e shtyp, po më duket se kur e fërkoj, sikur nuk po e thith mirë. Nuk e di, e shtyp kështu në lëkurë. Skincare i korean është 1000 hapa para. Përfundoj me kremin hidratues nga Herborian Centella Cream. Siç mund ta vesh re, gjitha produktet që përdor janë me centella, se ndihmojnë shumë për aknet. Ndihmojnë për këto problematikat e fytyrës, ky kremi sa i butë. Ama këtë kremin rrallë herë e përdor gjatë ditës, sepse nuk po them se është tiran, po kur e ke lëkurën e yndyrshme si puna ime, mund të duket sikur poshtë make-upit të ranon pak. Edhe kështu që për gjatë ditës preferoj diçka tjetër më shumë si gel,
që është më i lehtë. Në fakt nuk ishte hapi i funit, sepse hapi i funit është ky nga Clessidra Cosmetics Ice Coffee. Edhe e aplikoj shi direkt tu te gishti. Edhe hidratoj syt. Se edhe syt ka nevojë për dashuri. Prap nga marka Skin 1004. Kur kam disa akne që mund të jenë aktive, aplikoj këtë Titrika Spot Cream, prap nga e njëjta markë Skin 1004. Aty ku kam buqra aktive. Good night!